Një aksident ujor ka ndodhur pas ditën e kësaj të mërkure në liçenin e Komanit. 2 varka janë përplasur me njëra tjetrën, ku si pasojë kanë mbetur të lënduar disa persona. Si pasojë e përplasjes, policia thotë se janë lënduar 5 persona, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa shtetasit e tjerë që ndodheshin në mjetet lundruese nuk kanë pësuar dëmtime. Personat e tjerë, mes tyre edhe turist, janë nxjerrë në kalatën e Komanit me ndihmën e mjeteve të tjera lundruese. Për shkak të lëndimeve dhe tronditjes, ata janë transportuar me helikopter drejt Spitalit të Shkodrës, ku po kryen kontrollet mjekësore. 4 prej tyre janë në Spitalin e Shkodrës, ndërsa një helikopter tjetër është nisur drejt QSOT-s në Tiranë. Fatmirësisht, të gjithë të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ende nuk dihen rrethanat e plota të aksidentit, por paraprakisht dyshohet se shkak ka qenë shpejtësia e madhe e varkave në një zonë me fushpamje të kufizuar.